Në sheshin përpara Universitetit Ismail Qemali ka nisur punimet për ndërtimin e një prej parkimeve nëntoksore që do të ndërtohen në Vlorë. Firma e cila do të realizojë këtë projekt ka nisur rrethimin e kantierit se ku do të realizohet. Nga ana tjetër, mungesa e parkimeve është kthyer në problematikë madhore për qytetin e Vlorës, ku qytetarët shprehen se asnjëherë nuk ka marrë zgjidhje. Duke dëgjuar për projektin e parkimeve tek universiteti, qytetarët e vlerësojnë si të domosdoshëm, por thonë se projekte të tilla duhet jenë më të shumta pasi sipas tyre Vlora ka nevojë për qindra vende parkimi. Për këtë projekt që ka nisur nga puna, qytetarët pohojnë se do të ndjehen të gëzuar vetëm kur të shohin të ndërtuar dhe kur të ketë nisur funksionimi. Më problematika nuk ka ku të vejmë. Po problematikë se s'ke ku të merë frika ku do vesh të parkosh. Gjithandej jam kupton edhe parkimi i Vlorës s'kel është më problematika. Gjë më e mirë, ku do bota kështu i ka. Unë jetoj në Gjenova. Ati janë me 10 parkime, në përqënë 3 hektare, ati s'ka janë 3 kaqe parkimet, më kupton? Fillon që poshtë në tokë, e deri lartë në katin e 3 parkim, jashtë qendrës 3 hektare. Po paka shumë, më kupton, më mirë do bëhe se që është. Duhet investime dhe të tjera të tilla? Investimet si s'duhet. Vlora është qytet turistik, Vlora ka problematikat edhe me rrugët, më kupton, vinë turistat. Janë gjëra që duhet me njëherë, ajo bashkia, duhet i marrë masat mos i lërë për kohën kur vinë turistat, më kupton se bën një figurë shumë të keqe. Edhe na ul imazhin e vendit tonë. Që gjoja tani, jo se është gjoja, po gjithë Evropa, mos të them edhe Amerika me thash, mundohen të vinë në Shqipëri, më kupton se kanë dëgjuar që në Shqipëri është një vend i bukur, i pashfrytzuar. Po hajë shikoja bëni vetë ja si është. Po s'ka, ku ka bërë parkime këtu edhe ba. Po problemi është se makinat nuk kanë ku të qëndrojnë. Shikoj si po bëhet. Shikoj ja universitetit, para universitetit makinat. Po të kishe parkim tjetër vend, universiteti do ishe bosh. Kur të bëhet? Për parkim. Po kur të bëhet. Po se pa me sy unë nuk besoj kurrësh. Po është diçka pozitive. Po është pozitive, po kur të bëhet, po s'u bë është kot. A do bëhet? A se di. Kur ta shoh me sy po të them. Kur të futen edhe makinat brenda. Tani parkimet më kupton shiko makinat që vinë, dalin, bëjnë, më kupton ka shumë. Po megjithatë sa shikoj unë dhe po them brenda ndjes time që ka parkime, por po të kishte vend më të zgjeruar në rrugë, më kupton, se rrugët janë edhe me një kalim, më kupton, edhe ka pak, do me thënë, vështirësi vetë me vetë, po të ishte pak më të gjëra do ishte rruga më e lishme. Kurse për ne, për në sezonin, atëra pas do ketë më tepër ngarkesë, se kupton, detyrimisht do vi, sepse po pa t'i flut, të jashtëzakonshëm detyrimisht do ketë edhe vështirësi. Por rrugët t'ishin pak më të gjëra do ishin akoma më të mira. Edhe këtë ne kemi dëgjuar, më kupton, po të bëhet ajo, detyrimisht lëvizja do jetë akoma më e mirë. Është domosdoshme që të bëhet, për mendimin tim, inshallah, se nuk është problemi më kupton se u bë ajo tash edhe ne vetë do dalim nga vështirësia. Po të bëhen më shumë, mendoj që lëvizja do jetë akoma më e mirë. Projekti parkimeve tek Universiteti Ismail Qemali ka parashikuar të ndërtojë 250 parkime të reja. Do të jetë një parkim me një kat nën tokë që do të funksionojë për automjetet, gjithashtu sipërti do të krijohet një park rekreativ. Afati i përfundimit të punimeve do të jetë 24 muaj.